Ne jemi gati për të nisur këtë mbrëmje dhe do e nisim me skuadrën e Sidritit. Ajo do të këndojë një prej superhiteve të Jackson 5, zonja dhe zotrinj me një duar trokitje, Majlinda. Majlinda është me të vërteta i vokali i skalitur femëror që ka bërë majat e hiteve botërore dhe jo më kot këtë radhë kam dhënë dhe Who's Loving You, që realisht prek limitet e vokalit femëror. Dhe jo vetëm nga shtrirja, po edhe nga mënyra e të artikuluarit, nga fioriturat dhe nga bravurat që realisht ky material ka. Mos e mprej shumë vokalit. Hape! Kur flasim për këtë fazë në cilën kemi ardhur, nuk lejohen as pak gabime dhe për këtë arsye kam vendosur që ta sprovoj veten me një material më të vështirë dhe në limitet e mia vokale. Origjinali i këtij materiali këndohet nga Michael Jackson, por unë do ta sjell një version pak më ndryshe, me shpresën që do të pëlqejë shumë dhe do të çmohet edhe nga publiku dhe nga vlerësuesi. Nëse ty nuk të qesh fytyra, duhet me qesh edhe aparatin. E parasysh janë të dyja të lidhuna me njëra tjetrën shumë mushtësisht. Në momentin që ti qesh, ti njesh mirë, ti hap aparatin, notat shkojnë vendin e tyre.
Who's Loving You? Kjo ishte Majlinda, edhe njerë duar trokitja për të. Okej, jemi shkurt me kohën, sepse jemi me 12 këngë sonte, kështu që do të marrë komentet e 1+1, pra si dritit, edhe një prej trajnerëve të tjerë, po dua të marrë komentin e Almës, sepse e pash që ishte e përfshirë që në notat e para të kënduara nga Majlinda. Si mos me qenë, Ledion, kur unë gjatë gjithë kohës në konë që po këndon të Majlinda, aqë perfekt. Unë po menoja, o zot, kush i kësonte prej vojsit, sepse do doja që gjithë të ishin këtu edhe t'i një gjoja pa pushim, gjatë gjithë kohës në gjdo mramje. Sidi? Ma ngush nuk zhet burri. Vështirë puna për ty, sonte, apo? Shumë. Dhe të mendosh që ke dëgjuar vetëm Majlindën, nuk e dëgjuar akoma 2 të tjere. Praktikisht, po. Edhe njerë për Majlindën. Komentojeni në rrjetet tona sociale.